Situata për mbytyjeve duket se është përkeqësuar në zonën e Obutit të Bashkisë Shkodër. Në rrugën kryesore evidentohet prezencë ujë rreth 30-40 cm, çka lejon qarkullimin vetëm për mjetet e larta, si dhe ka prezencë ujë në disa oborre banesash dhe në sipërfaqe toke bujqësore. Një nga banorët e zonës u shpreh se uji ka ardhur që mbrëm dhe po shkatërroi çdo gjë. Ju pashin e vetë të shuj, që si kanë shuj hidrocentrale të përmytna, të përmytin Blaku, njerëzit janë me bakti, me lule dekorative, pa shkatërrat çdo gjë. Qysh mram. Se të nadi kene gjithë ujën me makinë si qarkullu. Me blenë i fije, bëkën i fije, gjasa më shtë. Isha në zotin në këndor, për pashin e vetë. Ju kanë parë në mru? Ja, sëllëm për mund që kena parë për televizor. Se të është 10 vjetë që jena, e ma tepë. Që kanë vjetë jetë. Në 250 shpi, pa vjetë në kushten jam bërë. Njerëzit të mojnë, njerëzit të mbisi pa përfundoj. Po, ja, është në ka kush me dhe thanë në kush në vojës. Një mirë është në nim. Të varet të kuj kene me kërku, kuj kene me shpër. Jena 10 vjetë që pa kërkojnë nima, na kanë për ishte gjana, fërëm dhe, po prap. A ka për një ujt në shatin o botë në brënda? Po, më bëndën, ito të në bërë shketa, mu shkja rrugë, nuk kalat. Një gjasti me të bloku, nuk mu të kalash as me makina, as me bicikleta, si në pak e në makinë të shtrisë. Dhe i të sa është nivelli ujit? Për zotin, ne gati deri to. Me 40 cm, ko e të makinë. Këna një mu, sa da pak. Të pashi do botë, e kalon mas dorët kjo vend turistik. Si ka hanë Italia, kjo vend i diku i vogël i kanë thanë. Po prap, me biznesë, me kështu, me kjo agriturisë, lume i bune, një perlë, pa zbulume. Kalon mas dorët, vetë komunët, vetë diku kryetari bashkisë, administratorë, s'pa vjen kjo shmena një mu. E shishala, dora zotit, vend i dorë në zemë. Ndërkohë në bashkinë Vauides, gjatë mbrëmjes së kaluar janë regjistruar reshje shqime intensiteti mesatar. Përroi Glinës po shfaq tendencë rënje të nivelit të ujit, përroi Gjadrit ka shënuar rënje të nivelit të ujit dhe situata vjen të monitorohet nga strukturat e emergjencave civile. Në njësinë administrative Bushat në fshatrat Maliush dhe Hotën janë raportuar se rreth 15 familje janë të bllokuara nga prezenca e ujit, ndërkohë që strukturat vendore në gatishmëri dhe ndjekin nga afër situatën e terren. Në bashkinë Malësia e Madhe gjatë natës janë regjistruar reshje shiu me intensitet të ulët, pa problematika të raportuara. Situata paraqitet të qetë dhe në monitorim të vazhdueshëm. Në fshatin Kamic përroi thatë është tërhequr nga rruga. Në territorin e bashkisë Fusharrës vjen reshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa sipas së reshje të shumta të ditëve më parë janë evidentuar shkarje dherash, rënje guresh dhe prezencë uji në disa akse autorurale. Rrugët mbetet e hapura për qarkullim dhe po punohet për pastrimin dhe riktimin e situatës normalitet. Në bashkinë Puk aktualisht vjen reshje intensive të shiut të shoqëruara me erë të fortë, pa problematika apo emergjenca civile të raportuar deri në këtë moment, ndërsa situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.